Të nderuar besimtar, këshilloj veten time dhe ju që ta kemi frikë Allahun e lartësuar, të friksohemi dhe të kemi ndaj tij për ulësi, sepse kjo është këshilli i Allahut lartësuar për të gjithë njerëzit, ata të shkuarit, të parët dhe gjithë të tjerët që do të vinë. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne u kemi lënë porosi atyre që ju janë dhënë librat para jush, gjithashtu edhe juve, ta keni frikë Allahun. Ta keni frikë Allahun, do me thënë të jeni të kujdesshëm, të bëni çfarë Allahu ju urdhëron dhe të largoheni nga çfarë Allahu ju ndalon. Të nderuar besimtar, në këtë këshill dhe të predikim të sotëm do të flasim për dobësimin në adhurim dhe në bindje ndaj Allahut. Që njeriu të dobësohet, të mos ketë ndjeshmërinë në zemër që duhet të kryej adhurime. Që besimtari të jetë i pandjeshëm ndaj çfarë Allahu i lartësuar urdhëron dhe çfarë Allahu i lartësuar kërkon. Të nderuar besimtar, dobësia nuk hyn në zemër me njëherë tek besimtari, por fillon me shkaqet e saj ashtu dal nga dal, derisa e mbulon zemrën, derisa e vën në pushtetin e saj. Dhe zemra pasaj më mbas nuk ka fushin që të reagoj dhe nuk ka fushin të shpëtoj nga dobësia dhe pesimizmi i cili i plakos në zemër dhe shikon veten njeriu të dëshpëruar dhe nuk ndjen më pastaj se duhet që të bëj adhurime apo të jetë besimtar. Allahu i lartësuar na ruajt nga përtatësia, dobësia, besimi i dobët dhe nga përfundimi i keq. Të nderuar besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith në të cilin ne marrim një metodë shumë të rëndësishme se si duhet kemi besimin tonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna likulli amalin shirra wa likulli shirratin fatra." Thot çdo punë ka zellin dhe vrullin e saj. Pra e shikon njeriu që bëhet besimtar në fillim dhe është korrekt me namazin, lexon Kur'an, ka ndjeshmërinë e tij të fuqishme në zemër, ndjenjën e besimit e ka të fuqishme dhe dëshiron që të shtohet, por me kalimin e kohës ajo ndjenjë i dobësohet dhe i humbet. Dhe aty ku qëndron, aty ku stabilizohet, kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj profeti alayhi salam tregon këtu dhe thot: çdo vepër ka periudhën e saj të zellit dhe çdo zell ka periudhën e dobësimit. Kushdo që kur dobësohet qëndron në sunetin tim, qëndron në rrugën time, i tilli është i udhëzuar. Ndërsa kur qëndron në diçka tjetër, atëherë i tilli thotë është i shkatëruar. Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo. Që do thotë që është shumë e rëndësishme ne ta kuptojmë fen dhe të kemi një stabilitet në çështjet e fesë, e nëse ka periudha në të cilat jemi të zellshëm, ta falenderojmë Allahun, por kur të dobësohemi të qëndrojmë te konstantja, te përkushtimi i përhershëm, të mos dobësohemi që të lëm fen, të lëm namazin, të lëm punët e mira dhe të zhytemi mbas harameve, mbas efsheve, mbas dynjas, gjëra të cilat na largojnë nga Allahu i lartësuar. Të parët tanë të mirë, selefët tanë, i friksoheshin shumë dobësimit, kësaj që quhet futur. Do më thënë, ai futuri që dobësia, pesimizmi, që e kap zemrën e njeriut, i friksoheshin shumë. Thot Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, ka thënë besimtari vërtet është mes bamirësisë dhe frikës. Do më thënë, besimtari vërtet është mes punëve të mira që bën dhe frikës konstante tek ai se mos devijon, se mos i lë punët e hajrit, punët e mira, se mos dobësohet dhe nuk ka ndjeshmërinë e imanit. Pra besimtari vërtet bashkon mes bamirësisë, punëve të mira dhe frikës, ndërsa hipokriti është mes legësisë dhe qetësisë apo sigurisë false në zemrën e tij. Pra hipokriti që nuk ka besim të vërtetë të sinqert, edhe bën punë sherri, punë të këqija, bën haram e plot, pastaj ka qetësi në zemrën e tij dhe ka siguri, madje pretendon se do të jetë në xhenet me të mirët. Kështu pra ka qenë frika e selefëve, duke treguar se si ka qenë aktualiteti, realiteti në mesin e tyre.
Ai cili ka frikë të përhershme, konstante, të pandërprerë, është i kujdesshëm në përditshmëri. Nuk është një ditë adhurues, një muaj adhurues, një Ramazan adhurues, por është në gjithë jetën e tij, në të gjitha ditët e tij, në të gjitha vaktet e tij. Se mos zemra e tij devijon apo dobësohet. Cilat janë dobësitë shpirtërore që plakosin mbi imanin, mbi besimin dhe e mbushin zemrën me pesimizëm dhe me dobësi. E para është ekstremizmi dhe ngurtësimi në fe. Ta teprosh dhe t'jesh i ngurt në çështjet fetare. Dhe këtë shikojmë tek shumë prej të rinjve sot dhe ata që pretendojnë se janë të kapur për syneti apo kanë kuptuar të vërtetë. Janë të shtrënguar në ekstrem, dikush shkon në tekfirizëm, që do të thotë shkon dhe bëhet prej xhavarixhve, bëhet prej ekstremëve të cilët bëjnë qafira muslimanët, sepse mendojnë që vetë janë në një grad që të tjerët nuk janë si ata. Të tjerët nuk e meritojnë të jenë besimtarë për shkak se kanë ndonjë lëshim apo dobësi. E kjo është ta teprosh në fe, ta shtrëngosh fen. E shumë të tjerë bëjnë aq vezveseli për çështjet e vogla, derisa vezveset i mbulojnë, i mbytin, u shtrëngojnë fen. I shikon në namaz të shtrënguar shumë. I shikon duke vuajtur në namaz jo të shliruar. I shikon në zbatimin e fesë shumë të vrejtur në fytyrat e tyre, shumë të zymt, shumë të mbyllur. Nuk është ky Islami. Nuk është ky Islami. Pse? Sepse kjo nuk është në natyrshmërinë që Allahu i Lartësuar e ka krijuar njeriu dhe ka zbritur Islamin të tillë të natyrshëm. Shtrëngimi i shumë, teprimi, ekstremizmi e bën njeriu të lodhet. Si dora që e mban të shtrënguar për një farë kohe. Pastaj lodhet dhe detyrimisht vetë ajo çlirohet. Shpirti njerëzor është i tillë, ka nevojë për balancë mes besimit, mes çështjeve të besimit dhe nevojave trupore, por të gjitha këto brenda hallallit. Prandaj ekstremizmi, shtrëngimi, teprimi çon në lodhjen e njeriu dhe në lënien e fesë. E shpesh këshillojmë të rinë, mos ta shtrëngojmë fen jashtë sunetit, jashtë rrugës profetike, jashtë natyrshmërisë, sepse i largojmë njerëzit. Dhe ndoshta edhe për vete mund të kemi përfundim të keq që Allahu i Lartësuar na ruaj zemrat tona. E dyta, nderuar besimtarë, zhytja në gjërat e lejuara. Dhënia mbas gjërave të lejuara në ekstrem. Dikush mund thotë mos bien haram, por nuk është e thënë që çdo gjë që është e lejuar ta bësh atë. Ta provosh atë. Omeri radiallahu anhu kur fëmia e vet i kërkoi për të ngrënë peshk, thotë a çdo gjë që njeriu t'ja ka ënda duhet ta provojë atë, duhet ta shijojë atë. Halal e ke, por zgjerimi dhe dhënia mbas argëtimit, mbas lejuarave në tepric, e bën njeriu që të dobësohet nga ana e besimit dhe të humbas zelli i besimit. Të humbas devotshmëria. Veç kësaj nderuar besimtarë është izolimi nga shoqëria islame. Të mos shoqëruarit me besimtarë. Nuk mjafton një ditë xumaje që të vish në xhami të falesh, të dëgjosh një këshill dhe ta ruash fen tënde. Të ruash imanin e fortë, besimin e fortë. Të kesh ndjeshmëri të besimit, që kur lexon Kur'an të dridhet zemra, të të lotoj syri. Kur dëgjon urdhrin e profetit sallallahu alajhi wasallam ta zbatosh, ndalesën t'i largohesh, nuk mjafton. Duhet të jesh në rreth besimtarësh, të këshillohesh me ta e të këshillojnë, të përfitosh prej tyre dhe të përfitojnë prej teje. Të mbani dorën e njëri tjetrit deri në xhenet për hir të Allahut Lartësuar. Dhe kjo është shoqëria dhe vllazëria më e shenjtë, më madhështore, më fisnike, më pa interes, më e dobishme. Prandaj largimi nga shoqëria islame e dobëson besimin. Të dobëson, të bën të përfundosh si njerëzit pa fe, pa besim. Do të marrësh nga zakonet e tyre sepse njeriu me do e mos ka një rreth ku shoqërohet. E nëse nuk shoqërohesh me besimtarët, do të shoqërohesh me ata që nuk e njohin besimin dhe ata do të tërheqin në gjendjen e tyre sepse zemrat ndikohen, shpirtrat ndikohen shpejt dhe njeriu shkon mbas asaj që i pëlqen më shumë.
Veç se nderuar besimtarë është harresa e vdekjes dhe botës tjetër, që njeriu të mos e sjellë ndërmend vdekjen, të shikojë xhenazet që shkojnë për ditë në varreza, të rinjt që vdesin për ditë duke i parë ata në lajme, në qytetin tonë, duke parë ata që vdesin me qindra dhe mira për ditë në për konflikte. Dhe vetëm mos e mendosh vdekjen tënde. A mendon se je përjetshëm? A ke ndonjë garanci që do të jetosh 70 apo 80 apo 100 apo 120 vite? Apo qoftë edhe një ditë mbas ditës sotme. A ka dikush prej nesh garanci? Nuk ka garanci. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar dhe ka thënë, kujtojeni shpesh atë që u prish lezetet, planet tuaja, ajo është vdekje. Bën njeriu plane shumë. Dhe është në mes kënaqësisë e i vjen vdekja edhe ja prish të gjitha. Kujtojeni, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka dobinë e vet, sepse kur njeriu është i zhytur në haram, kujtimi i vdekjes e mbledh. E mbledh. Dhe kur është i zhytur mirësi dhe harron të bëj punë të mira, kujtimi i vdekjes e bën kujdesshëm që t'ja pakun Allahu të lartësuar në mirësitë që i ka dhënë. Pra, harresa e vdekjes dhe botës tjetër e ngurson zemrën. Njeriu lidhet me dynjan fort edhe nuk e ndjen kur ai këshillohet apo përkujtohet. Në vlerësimi i mëkateve, i gjunaheve të vogla nderuar besimtarë, është sëmundje shumë e rrezikshme. Të bësh gjunahe të vogla, dhe nëse ne nuk e dim rëndësinë e kësaj dhe rrezikun e kësaj, të bësh gjunaheve të vogla, do thotë që duhet e kemi emergjente të përmirësohemi në këtë aspekt. Gjunahet e vogla e mbulojnë zemrën derisa zemra nxihet, derisa nuk ndjen më për imanin. Derisa e zhytin të vogla të mëdha dhe ndoshta Allahu i lartësuar na ruajt e lën njeriu besimin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Kujdes nga ato gjunahe të cilat nënçmohen për jush. Nuk u jepni atyre vëmendje, nuk i quani ndonjë gjë të madhe. Pse? Sepse ato grumbullohen mbi njeriu derisa e shkatërrojnë atë. Grumbullohen gjunahet e vogla derisa e shkatërrojnë atë. Shoqërimi me njerëz të cilët nuk interesojnë për besimin, me njerëz të ftohtë edhe nëse janë besimtarë, me njerëz të cilët muhabetin e tyre, bisedën e tyre e kanë vetëm për dynjan, me njerëz që nuk të thonë ndonjëherë ky e frikë Allahut, kujdes se kjo është haram, kujdes nga gibeti, kujdes nga thashethemi, sepse siç ke ti përgjegjësi që thua gibetin dhe thashethemi, kam dhe unë që dëgjoj dhe marr gjuna njësoj me ty. Të shoqëruarit me njerëz të tillë, të ftohtë, të dobët në besim, është një nga shkaqet që besimi dhe zemra dobësohen. Allah i lartësuar na ruaj. Besoj nderuar besimtarë, është mungesa e planifikimit dhe përcaktimit të prioriteteve të njeriu në jetën e tij. Të qenët e jetës rrëmuj, pa ndonjë synim, pa ndonjë objektiv, pa ndonjë qëllim. Besimtari ka qëllime të qarta. Dhe në fund ditës bën bilancin e ditës. Sa namaz e kanë falur, ai fala me xhamat apo jo, sa dhikr, sa Kur'an, sepse regjistri i ditës tim mbyllet dhe nuk hapet veç se ditën e gjykimit. Dhe njeriu kur vjen darka thotë çfarë kam hedhur unë? Çfarë furnizimi kam marrë me vete? Çfarë është regjistruar në regjistrin tim? Po nuk kam më kohë pastaj për të kthyer mbas. Allah i lartësuar na ruaj zemrat tona dhe na bëft rrezik punët e mira. Nderuar besimtar, një çështje tjetër shumë e rrezikshme është që të lehtësosh çështjet e halallit dhe haramit. Musliman namazlik, por nuk e di çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në shtëpi, në familje, në shoqëri, në punë, në mënyrën e biznesit që bën, në marrëdhëniet me njerëzit, nuk ke gjë të ndaluar. Kjo është nuk shkon me të qenë besimtar. Besimtari ka vija të kuqe të cilat nuk i shkel. Është i vëmendshëm për haramin. Thotë kjo është haram. Nuk e dëgjojmë mes në besimtarëve. Kjo është haram, nuk lejohet. Duhet të kultivohet, të shtohet mes në besimtarëve. Kjo ndjenjë. Kjo është halal dhe kam halal, ndërsa kjo tjetër është haram. Harami është i pakët, mos friksojmë prej tij, ndërsa halali i Zotit është i gjerë. Por të ruhemi nga harami, sepse na shkatërron jetën tonë dhe na shkatërron këtë botë dhe botën tjetër. Nga shenjat më të dukshme nderuar besimtarë,
të dobësimit zemrës është ashpërsia, të dobësimit besimit, është ashpërsia e zemrës. Është ngurtësia e zemrës, të mos ndjesh. Të kalosh në për ajetet cilat flasin për xhenetin, për xhehenemin, për përfundimin e popujve të mëparshëm që kanë qenë zullumqtar. Të kalosh në ajetet që Allah i lartësuar thotë keni frikë Allahut, që Allah i lartësuar përmend ditën e gjykimit dhe llogarinë para tij, dhe të mos ndjej zemra. Kjo është nga shenjat më të mëdha se besimi është dobësuar. Dhe ne na ka pllakosur dobësimi. Është ashpërsia e zemrës. Dhe kjo pastaj e bën zemrën që të mos përulet ndaj Allahut. Mos jetë e nështruar. E ndalon syrin të lotoj. Nuk loton më besimtari. Pyet e vetën tënde. A je prekur ndonjëherë në besim? A ke qarë ndonjëherë nga frika nga Allahu? A ke qarë ndonjëherë për dëshirën për të fituar xhenetin, duke ditur veten që je neglizhent dhe ke shumë mangësi në çështjen e besimit? Dhe veç ndalon syrin nga lotët, ndalon trupin nga adhurimi, ngurtësimi i zemrës. Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Thotë mjerë për ata të cilët zemrat e tyre i kanë të ngurta, të pandjeshme nga përmendja e Allahut. Të tillët janë humbje të qartë. E madje ashpërsia shkon deri aty sa bëhet zemra më e ftohtë dhe më ashpër se guri. Thotë Allah i lartësuar: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Thotë pastaj u ngurtësuan zemrat tuaja, u bën të forta si guri, madje edhe më të ftohta dhe më të forta se guri. Allah i lartësuar na ruajt nga kjo gjendje e zemrave. Ndërsa besimtarët e vërtet, dhe ka shumë dallim mes të parëve dhe besimtarëve të vërtet, Allah i lartësuar i përshkruan ndryshe në librin e tij. Thotë Allah i lartësuar: "Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani, taqsha'irru minhu julubu alladhina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah." Thotë Allah i lartësuar, Allahu ka zbritur fjalën më të bukur para Kuranit. Ky libër që përsëriten shpesh argumentet e tij, pra janë të ngjashme me njëra tjetrën. Nga ai thotë rrënqethen lëkurat e atyre që e kanë frikë Allahun, kanë frikë Zotin e tyre. Kur lexojmë Kuranin rrënqethen lëkurat. Pastaj zbuten lëkurat dhe zemrat e tyre sa herë që Allahu përmendet. Kështu janë besimtarët, ndryshe nga ata që zemrat i kanë siguri. E shenja tjera të dobësimit, përveç ngurtësimit të zemrës, është përtatësia në namaz apo vonesa dhe mungesa nga namazi me xhamat. Përtatësia për të falur namazin, lënia e namazit për çastin e fundit, mos preokupimi me namazin kur i futet koha atij, mos ndjeshmëria për të falur në xhamat, në ata që falen në xhami. Allah i shpërbleft ata që falen në xhamat, në xhami, i shikojmë se si vinë nga larg, me mjetet e tyre, në këmbë, vinë nga larg, edhe pse janë pak, një saf, një rresht apo dy, në namazet ditore që nga sabahu deri në yatsi. A mendoni se Allahu i lartësuar nuk i shikon ata të cilët sakrifikojnë për shkak të besimit? Pse Allahu t'i shpërblej ata me xhenet dhe përmirësoj gjendjen tonë e të gjithë ne ta fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Veç sa dobësimi leximin e Kuranit, Allahu na përmirësoft, ta kapim librin e Allahut dhe ta lexojmë, dhe secili të bëjë llogari dhe bilancën veten e tij se kur ka qenë hera e fundit që ka hapur librin e Zotit. Kur ka lexuar prej tij. Mungesa në mezhliset e dhikrit, të dijes, në xhami, apo sot të marrësh nga teknologjia të përfitosh dije nga dietarët. Është shumë e lehtë, por zemrat janë ngurtësuar, Allahu na përmirësoft, prandaj le të marrim pjesë në mësime dhe ta shtojmë dijen tonë, veç kësaj dobësimi i devotshmërisë, i përkushtimit dhe i sinqeritetit ndaj Allahut të lartësuar. Të bërët pak dhe të kënaqurit me pak. T'japësh një sadaka një javë, edhe ta mendosh e ta kujtosh se sa kam dhënë, të vish një herë në xhami një javë dhe thuash unë jam besimtar, e shiko çfarë bëra,
pra gjërat e vogla ti bësh të mëdha, kjo është shenjë e dobësimit, besimit. Allahu i lartësuar na ruaj. Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum", thotë mos u bëni si ata që harruan Allahun dhe Allahu i bëri të harrojnë vetët e tyre. Prandaj nderuar besimtar, ne të lutemi Allahut lartësuar që t'i pastrojë zemrat tona nga dobësimi, dhe të bëjmë shkaqe të cilat na shërojnë prej dobësimit. Prej tyre është të pastrojmë zemrën nga gjunahet. Dhe zemra nga gjunahet pastrohet me punë të mira dhe gjithashtu me pendim dhe kërkim falje tek Allahu i lartësuar, sepse gjunahet e vogla apo të mëdhat e mbulojnë zemrën siç mbulojnë rreth dritën e diellit. Siç rreth mbulojnë dritën e diellit. Dhe kështu zemra nuk e shikon më dritën e besimit. Janë të rrezikshme gjunahet, prandaj duhet ta pastrojmë zemrën që ta shikojë dritën e besimit. Veç asaj është vazhdimësia dhe përkushtimi në përditshmëri. Jo me ulje ngritje, jo me hope. Të qenët konstant, të qenët i përkushtuar në vazhdimësi, i qëndrueshëm, në istiqame, në të vërtetën. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall." Më të dashurat punë tek Allahu janë ato të cilat janë të përhershme, edhe nëse janë pak. Edhe nëse janë pak, nuk është e thënë të bësh shumë. Dhe ne e dimë se si është gjendja e njerëzve sot, dhe si është gjendja jonë, dhe si na pëlqen rahati, dhe jemi të dobët, por të mos e lëmë të paktën e përhershme brenda urdhrave që Zoti ka urdhëruar, pa bërë lëshime tek obligimet. Le të bëjmë balancë mes adhurimit dhe pushimit të trupit, natyrisht pa teprim dhe pa neglizhencë. Njeriu të përmbush nevojat e trupit, por mos harrojë të përmbush nevojat e shpirtit, i cili ka nevojë për të mbajtur gjallë, siç trupi ka nevojë për të mbajtur gjallë. Të shoqërohemi me të mirët, sepse ndikohemi prej tyre dhe na bëjnë dobi në besim, janë ata të cilët janë më të dobishmit për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu të shoqërohemi me njerëz që kanë ambicie, jo me njerëz që të tërheqin poshtë, por me njerëz të cilët të nxisin, kanë ambicie, kanë synime dhe punojnë dhe përpiqen. Përveç kësaj nderuar besimtarë, ta përkujtojmë vdekjen shpesh, sepse kjo e largon plurin nga zemra, na i prish ato lezetet dhe na bën që jemi më të kujdesshëm që të mos na gjejë vdekja pa përgatitur dhe të na befasojë. Dhe të bëjmë kujdes për ushqyerjen me halal, ushqyerjen e pastër të trupit ton dhe të fëmijëve tanë, të familjeve tona, sepse trupi i ushqyer nga harami e meriton më shumë zjarrin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Të jesh i varfër nuk është turp, por të hash haram është ndaluar tek Zoti. Le të kënaqemi me halalin e Zotit, dhe të largohemi prej haramit, sepse përfundimin e ka të keq, dhe siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, punët vlerësohen sipas përfundimit të tyre. Bëjmë kujdes që ne të mbyllim jetën tonë, ditën tonë me punë të mira, e lutim Allahun e lartësuar të bëj ditën tonë më të mirë, ditën që takojmë me Allahun e lartësuar, dhe të bëj veprat tona më të mira, ato të cilat do t'i kemi në përfundimin e jetës sonë. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, të qenët e qëndrueshëm në bindje në adhurim dhe Allahu i lartësuar, që nga mirësitë më të mëdha që Allahu i lartësuar u jep njerëzve, pra robërve të tij. E përmend këtë Allahu i lartësuar në librin e tij duke thënë: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Thos ka dyshim se ata të cilët thonë e besuam Allah, e pranojnë besimin, pastaj janë të qëndrueshëm për kushtim, qëndrojnë istiqame, janë gjithmonë të udhëzuar drejt dhe të qëndrueshëm, konstant. Thot këta njerëz, në çastet që u vjen vdekja, u zbresin me lajke dhe u thonë: mos u friksoni për çfarë ju prek, dhe as mos u pikëlloni për çfarë jeni mbrapa. Dhe ne ju përgëzojmë me xhenetet e Allahut lartësuar, i cili u ka premtuar ato. Lutim Allahun na bëj nga këta njerëz që përgëzohen çastet e vdekjes nga angjëjt e Allahut lartësuar. Nderuar besimtar, nga duat më të shpeshta të profetit sallallahu alaihi wasallam,
të dashurit Zotit, të njeriut më të devotshëm. Duaja ti më e shpesht ishte ja muqallibel qulubi thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, që ndryshon gjendjen e tyre. Përqëndroje, jepi qëndrueshmëri zemrës time në fen tënde. A është e vështirë ta bëjmë këtë dua në ditën tonë? O ti që rrotullon zemrat, Allahu e ndryshon gjendjen e zemrave. Përqëndroje dhe forcoje zemrën time në fen tënde. Bismillah ndaj forcoj zemrën tonë. Prandaj nderuar besimtari duhet të luftojë në veten e tij, të përpiqet të sakrifikojë, të lërë nga qefet e saj, vetëm e vetëm për të ruajtur stabilitetin në fe, për të ruajtur besimin dhe për të mos u dobësuar para Zotit. Nderuar besimtar, dikush nga selefët thot, humbja më e madhe është që të takosh Allahun e lartësuar me fletë të zbrazta. Pa në regjistrin tënd fletët jenë bosh nga punët e mira, edhe pse të është dhënë jetë e gjatë. Ky është falimentimi i vërtet, humbja më e madhe. Që në regjistër fletët e punëve të mira ti kesh bosh, edhe pse Zoti ka dhënë jetë plot dhe mundësi plot. Prandaj nderuar besimtar, të mos harrojmë se kjo botë është kalimtare, ndërsa bota tjetër është e përhershme, dhe të mos e shpenzojmë kapitalin tonë më të madh, jetën tonë pa vlerë. Për këtë botë dhe të harrojmë besimin, dhe të harrojmë Allahun e lartësuar. Nderuar besimtar, ne lutim Allahun e lartësuar që na bëj besimtar të denj, që kur adhurojnë Zotin, Allahu i lartësuar ua pranon adhurimin. Kur i luten Zotit, Allahu i lartësuar t'ua pranoj duat, që ndihmojnë fenë e tij dhe Allahu i ndihmon ata. E lutim Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që t'i kthej muslimanët në fenë e tyre, t'i bëj besimtar të mirë, që ta meritojnë ndihmën e Allahut të lartësuar. Lutim Allahun e lartësuar që ata besimtarë të cilët jetojnë në konflikte, atje në Gazë, atje në Palestinë, dhe kudo në botë, lutim Allahun e lartësuar t'i ndihmojë ata. Lutim Allahun e lartësuar t'i mëshirojë të vdekurit e tyre, të shërojë të sëmurët e tyre, të plagosurit e tyre. Gjithashtu Allahu i lartësuar të ushqejë të uriturit e tyre, të jap qetësi atyre të cilët jetojnë në tmerr, në bombardime, të zullumqarëve, të njerëzve të cilët nuk besojnë botën tjetër, të njerëzve të cilët harrojnë se do dalin para Zotit. Lutim Allahun e lartësuar që armiqve të tyre t'u jap atë që meritojnë. Lutim Allahun e lartësuar të shikojmë ata njerëz në zjarrin e xhehenemit. Kushdo i cili ngret dorën kundër muslimanëve, kundër njerëzve të pafajshëm, kundër njerëzve të pambrojtur, kushdo i cili u shkakton muslimanëve vuajtje në Palestinë, në Gaza dhe kudo, lutim Allahun e lartësuar t'u jap atë që meritojnë. Dhe Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Mos e mendoni se Allahu është i pavëmendshëm ndaj asaj që punojnë zullumqtarët. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. E vonon dënimin e tyre për një ditë në cilën shikimet do të shtangen, do të merrohen. Ne lutim Allahun e lartësuar të kthejë qetësinë në atë vend. Allahu i lartësuar atyre njerëzve zullumqtar t'u jap dënim në këtë botë para botës tjetër. Dhe planet e tyre t'u kthejnë mbi kokat e tyre. Dhe t'i përçajë ata në marrëveshjet e tyre, në mesalatëve që kanë. Lutim Allahun e lartësuar që ta ndjejnë me duart e tyre dhimbjen që u shkaktojnë të tjerëve. Të nderuar besimtarë, mos e lini lutjen për vëllezërit tanë, sepse janë në ditët më të vështira që mund të kalojë dikush nga kjo jetë. Të nderuar besimtarë, mendoni për nënat që keni në shtëpi, për baballarët tuaj, për familjet tuaj, për gratë tuaja, për motrat tuaja, për vajzat tuaja, për djemt tuaj, për foshnjat që kemi. Nëse na mungon diçka e vogël në shtëpinë tonë, sa shumë shqetësohemi. Nëse dikush është sëmur, sa shumë na prishet rehati. Njerëz pa shtëpi, njerëz pa ushqim, njerëz pa rroba, njerëz pa ilaçe. Dhe veç kësaj, njeriu krijon familje dhe gëzon për fëmijët e tij, dhe vjen një ditë zullumqari, djalli i mallkuar, me fytyrë njerëzore, dhe ti merr të gjithë. Natyrisht Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj saj. Allahu i lartësuar sprovon ata që janë atje dhe sprovon ne që jemi këtu. A jemi lutur ndonjëherë për ta? A kemi bërë diçka për ta? Mendoj që jemi shumë brapa.
atë që do të bëjmë për vëllezërit tanë, besoj Allahu i lartësuar ta ndryshojë gjendjen e tyre për mirë, dhe muslimanëve të kthejë krenarinë e tyre dhe t'i bëjë të quhen robër të Allahut besimtar të mirë, që Allahu t'i ndihmojë dhe t'u jap atë krenari që meritojnë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.